është për shembull ndryshe ky spektakël se 3 muaj, është o do e thysh, o s'do e thysh, jetë 3 muaj edhe kaq. Po jeta është e gjatë, kështu që duhet mendosh për pastërtinë e tekstit. Unë mendoj që mendoj që tekstet e këngëve, sidomos femrave, duhet ta ruajnë pastërtinë e fjalorit, se bëra një çik shumë. Nëse jo të gjithëve i shkon, sepse për shembull në çfarë rast, në çfarë sensi e thua, pastërtinë e një këngë të Tajnës, që është shumë e talentuar, që përdorte fjalën bitch besoj për veten në një moment. Më duket se s'ja ka nevojë kësaj fjale fare. Pse ka shumë talent. Përdor fjalë në këngët e mia. Po, ndoshta ti ja ke nevojë, po ajo nuk e ka. Më beson. Ose nështë atë që kanë ma shumë. Po pra, ja ke një këngë që ishte kundër censurës normalisht edhe... Po pra, prandaj, se merresh me tema politike, po ajo po merr me intimitet. Edhe për veten e vet, ajo nuk ka nevojë, s'ja ka nevojë. Nëse ajo ka edhe tekst, ajo i ka tekstin me shumë ndjenjë. Shumë bukura. I ka shumë bukura dhe me ndjenjë, dhe derisa ka ndjenjë, nuk ja ka nevojë. Unë këtë debat pata edhe për këto. Një gjë më çudit, domethënë që këto tekste të këtyre nuk censurohen nga mediat, ndërsa teksti im censurohet. Këtë se kuptoj.